Është studente në vitin e 3 në Universitetin e Gjirokastrës, ku studion për mami dhe sot e gjejmë në maternitetin Dhimitër Çuçi, ku kryen praktikën. Dea e dashuron profesionin e saj dhe i përkushtohet orëve të praktikës për të marrë eksperiencë për krah bluzave të bardha që punojnë pranë këtij shërbimi. Kemi filluar praktikën, jemi viti 3 i universitetit, përmbyllim bachelorin për këtë vit. Praktikën këtë vit e kemi tek materniteti ndryshe nga vitet e kaluara, sepse jemi për infermieri mami dhe është hera jonë e parë në maternitet, me thënë të drejtën, deri tani duket shumë okej, dhe raste kemi parë aq sa mund të jenë lindjet në Gjirokastër. Edhe shpresojmë që të kalojmë mirë edhe për javët e tjera, duke qenë se është hera jonë e parë këtu. Është viti i dytë, kemi filluar vjet dhe është po i dyti vit që jemi këtu. Mund të them që janë shumë të vlefshme, se për pjesën e shkollës nuk mund të them që s'është e vlefshme shkolla, po nuk është që të hynë kaq shumë në punë sa që të hynë praktika, sepse këtu ti ke mundësi ta shikosh gjën, ta prekësh, ta bësh vet, ta mësosh dhe të udhëzoj stafi infermieror për çdo gjë që ti bën, dhe është thelbi i punës, është ajo ku ti mëson punën, mëson gjithçka që do të duhet nesër pas nesër kur të fillosh një punë tamam. Eksperienca ime këtu është shumë e mirë, më kanë pritur shumë mirë që nga vjet, edhe këtë vit kam darë pjesën më të madhe të ditës me këta, sepse honorarin time kam patur 1/6, por sigurisht nga kënaqësia ime unë kam qëndruar dhe jashtë orarit, kam qëndruar dhe deri në 8, kam qëndruar dhe deri në 10, dhe kam kaluar shumë mirë me gjithë pjesën e stafit, qoftë për infermierët, qoftë për mjekët. Kemi ngrënë drekën bashkë, kemi kaluar shumë kohë bashkë, dhe për raste të ndryshme më kanë marrë Dea, hajtë se ka një rast ta shofësh, Dea, hajtë se do të mësojmë këtë, ke diçka që s'e ke parë do ta shofësh, do mësojmë diçka të re. Mundësit që i jep marrja një diplome në këtë fushë, 20-vjeçaria dëshiron të shfrytëzojë duke shtrirë profesionin e saj në fushën e estetikës. Unë mendoj të mbyll bachelorin këtu. Dëshira ime dhe plani im që shpresoj të më dalë është që të çoj masterin në Tiranë, dhe mendoj pastaj që mund të vazhdoj ndoshta specializime për fillera dhe botox, se është diçka që dhe më jepet dhe kam shumë qejf, edhe pse jo. Infermierin, ajo e sheh si një degë që s'të lë pa punë pas përfundimit të studimeve, ndaj apelon që të rinjtë ta përzgjedhin pavarësisht se ka procedura të gjata deri në marrjen e licencës profesionale. Si deg është shumë deg e mirë, sepse është një deg që ti mund të kesh punë gjithkohës dhe mund të kesh punë kudo që ti të jesh, ndaç në Shqipëri, ndaç nëse ti ke planet jashtë Shqipërisë, ose në Gjirokastër, Tiranë, kudo që ti të jesh, është një punë që nuk të lë pa punë, një profesion që ty nuk të lë pa punë. Dhe për sa i përket të rinjve, të paktën për këtu në Gjirokastër e marrin dhe pak kështu që është bërë si klishe që çaj je ti infermier, ka dhe që nuk e zgjedhin se përtojnë, se është ka pak procedurat e gjata, sepse ti nuk e kryen dot vetëm me një diplom, ti duhet të japësh provim licence në Tiranë, provim praktike në Tiranë, në shtet, dhe ka pak procedurë të gjata dhe nuk është zgjedhja e të gjithëve, po unë do thoja që ta zgjedhin, sepse të lejon shumë edhe të luash me masterin, ti ke opsione të ndryshme për çfarë ta çosh masterin, edhe në fund e gjitha ajo sakrifica që ti ke për 5 vite, 3 bachelori dhe 2 masteri që janë, në fund ti të shpërblet dhe nuk të del ndonjëherë për keq me këtë degën. Mes programeve që ofron Universiteti i Gjirokastrës, ato të infermierisë mbeten nga më të kërkuarat. Vitet e fundit të numrit të regjistruarve, çdo vit akademik varion nga 70 deri në 100 në të dyja degët infermierie përgjithshme dhe mami. Kryerja e praktikës profesionale në Spitalin e Gjirokastrës realizohet fal një marrëveshje të nënshkruar mes Universitetit e Qerem Çabej dhe këtij institucioni shëndetësor.